Përshëndetje të dashur teleshikues, kudo ku jeni. Përshëndetje ju të dashur miqë dhe mirë se erdhët në Riki Show 2. Çfarë do të bisedojmë sonte? Sonte do të bisedojmë me të ftuarit e mi për një temë e cila në fakt ballafaqohemi çdo ditë në ambientet tona, kudo ku ne komunikojmë me njëri tjetrin, pengohemi me njëri tjetrin, nuk sjellim ndoshta atë pulsin e bisedës që dikur ka buruar në odat tona, ka folur njëri, ka dëgjuar të gjithë, por mbledhemi të gjithë përsëri në odë të burrave, por të gjithë me telefonat celular dhe i shkruajmë njëri tjetrit mesazhe. Pra, a jemi robotizuar apo jo? Sa jemi robotizuar? Kur të zë gjumi, në çfarë pozite le telefonin? Te koka e krevatit? Jo, e di që është shumë e dëmshme me flajt ofer me telefon, edhe është rrezik. Unë që 10 vjetë e bëj kështu, s'ka. Okej, është ndoshta ma vonë. Mirë po. E keni marrë certifikatën online, ku shkojmë komunë, na qëllëna e me shkollë mesme aty, të kujt originalin. Ç'është të bëj? Ne kemi dashur telefonin ta kemi më të vogël, gjitha gjërat e tjera më të mëdha. Është e vërtet shanka. Unë i du drogat. O kush po vjeno për mes lëndine, o ma e bukra vajza Prishtines. O kush po vjeno për mes lëndine, o ma e bukra vajza Prishtines. Vazhdimisht është tendenca e njerëzve që ta kërkojnë të letën, mënyrën më të lehtë komunikimit, mënyrën më domthon është edhe kjo po na shëndron si shumë dëmbela, si përtaca që domthon pritojmë çdo gjë që e bëjmë është hajt që të futja në postim ose kështu që ka thonë kryeministri gazetarit tash për televizionit, edhe hem në profil tina e gjën postimin e tina. Ne do takohemi sërish çdo të premte me fillim prej orës 21. Deri atëherë, mirupafshim. O kush ja mori zemrat djelmise, o ma e bukra vajza shqiptarise. O kush ja mori zemrat djelmise, o ma e bukra vajza shqiptarise. Sponsori i Riki Show, Morina Parket Gembehan Zvicër. Me një veprimtari të suksesshme shumë vjeçare, duke krijuar partneritet afarist me shumë kompani gjigante nga Zvicra dhe bota. Morina Parket Gembehan Zvicër me pronar Ismet Morinan, sponsor në Riki Show. Flanka Gipseraj Gembehan Zvicër, sponsor i Riki Show. Kjo kompani tashmë është e njohur jo vetëm në Bern, por në tërë Zvicrën, me aktivitetin e saj në fushën e ndërtimtarisë. Objektet e bukura banesore dhe afariste në Zvicër janë disa nga veprat e ekipit duarart të kësaj kompanie. Flanka Gipseraj Gembehan Zvicër me pronar Flakron Gërvallën. Sponsor i Riki Show.